Ashtu siç e kishin paralajmëruar, banorët e fshatit Baksërriollu ngritën sërish ditën e sotme në protestë, duke bllokuar segmentin Shëngjin Filipoj, gjithashtu duke ndalur dhe makineritë e punimeve. Kjo ka sjellë përplasje me forcat e rendit. Policia mbështetur dhe nga FNSH ndërhyn duke shoqëruar mbi 20 banor. Banorët kërkojnë që punimet të ndalohen, pasi sipas tyre po ju grabitet toka. Ju po e shihni vetë situatën si është. Këtu situata shumë e rëndë, shumë e keqe, për arsye sepse këtu kanë filluar zaptimi i pronave nga firma Fantazm, që ne i njohim si firmë, por është Fantazm nga dokumentacioni, sepse dokumentacioni nuk e kanë të rregullt, për arsye sepse leja që ka marrë me datën 16 janar nuk është zbardhur dhe nuk është shënuar në fletorën zyrtare, siç është parashikon ligji dhe kushtetuta që do të zbardhet në fletorën zyrtare. Kështu që na jena këtu sot, jena më shumë se dje, nesër do të jena më shumë se sot. Sot kena bloku rrugën, sot jemi paqësor, nesër nuk do të jemi paqësor, nesër do të jemi më të fortë se sot. Ne do të mlidhemi çdo ditë më shumë. Kemi njoftuar njerëzit, familjarët të afërmit tonë që ndodhen jashtë, të gjithë do të kthehen këtu për të mbrojtur tokën e tyre, familjen e tyre, prej këtyre horave, prej këtyre pavezëve. Unë do t'u kisha thonë ju si mediave, ju lutem, na nimoni, i lutem Spakut. Me qenë se unë jam drejtu Spakut për sa i përket kësaj çështje dhe ka që në mars që unë kam ba kallëzimin në Spak dhe deri më sot nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigjet se si është vepruar për hetimin dhe zbardhjen e falsifikimeve që janë bë për këtë pronë. Tash është një letër. Është qyshën 30. Janë dokumentat nga shteti shqiptar. Mos të mendojnë se shteti filloi me ardhën e një partie apo një parti tjetër, ka filluar që shkon në turkut, që shkon në dingli majmunit mund t'ja quajmë. Por ne jemi autokton. Dhe çdo sipërfaqe, çdo gur që ju duket gur, hajde se gur, e ka një pronar. Të shkruar me firma, me vula, me të gjitha, e të sarrollasin. Të që vjen ai, s'di gjamp nga është firmë Fantazm, thotë është ja ka marrë shtetit. Ndoshta ai ka drejt, sepse shteti na ka qitë jashtë shtetit. Ndërsa i pranishëm në zonë ku ndodhi konflikti ishte edhe avokati i banorëve Ndue Pjetra, i cili theksoi se nisja punimeve është në shkelje të ligjit, pasi vendimi nuk është i zbardhur. Edhe herë duhet zbardhet leja. Pa u zbardh leja nuk mund të fillojnë punimet. Të gjitha këto punime janë punime të kryera me forcën e korrupsionit dhe të pushtetit tyre. Pra, shteti tani po mbron kriminalat dhe qytetarëve të shkret që kanë pronat e tyre, po ja u marrin pjo grabisin. Pas disa orëve konflikt mes banorëve dhe policisë u bë mundur lirimi i segmentit, gjithashtu punimet u rikthyen sërish. Ndërtimi njërësor pikërisht në këtë zonë në fshatin Rjoll është bërë shkak e një përleshje mes policisë së shtetit dhe banorëve të zonës. Banorët pretendojnë se toka e tyre trashëguar, po ju grabitet. Ditën e sotme, banorët kanë bllokuar segmentin rrugor Shëngjin Filipoj, gjithashtu dhe punimet e nisura 2 ditë më parë.